kur loja hyn në fazën më të nxehtë dhe emocionet janë në kulm, publiku ka folur qartë. Deri në këtë pikë të garës, banori më i preferuar është Mateo. Një emër që ka bërë buj brenda shtëpisë dhe që tashmë ka marrë edhe vullin e publikut. Që në ditët e para, Mateo është shfaqur si një lojtar i qetë, por shumë i vendosur. Ai ka ditur të ruaj balancën mes debateve, strategjisë dhe anës njerëzore, duke mos e humbur asnjëherë qetësinë edhe në momentet më të tensionuara. Shpeshherë ka zgjedhur të flasë me fakte dhe jo me emocione të nxituara, çka e ka bërë të duket i pjekur dhe i sinqert në sytë e publikut. Pas shpalljes si më i preferuari, Mateo u shprehi emocionuar: "Jam jashtëzakonisht shumë i lumtur. I falenderoj jashtë mase. Jemi këtu vetëm prej publikut dhe gjykohemi prej tij." Një deklaratë që tregon mirënjohje dhe vetdije për rolin e publikut në këtë rrugëtim. Por çfarë e bën Mateon kaq të dashur? Disa e shohin si strateg të fortë, të tjerë si djalë me vlera dhe korrekt me banorët e tjerë. Ka edhe nga ata që mendojnë se loja e tij e qetë është arma më e fortë, sepse nuk përfshihet në çdo konflikt, por di kur të flasë dhe kur të heshtë. Tani mbetet për t'u parë, a do ta ruaj Mateo këtë mbështetje deri në finale? Apo loja do të marrë një kthes të papritur? Një gjë është e sigurt, publiku e ka zgjedhur dhe për momentin ai mban fronin e më të preferuarit.